Me shumë kënaqësi e pranova ftesën, erdha deri në Tiranë për bashkëbisedu për gjitha çështjet. E kuptoj. Gjatë bashkëbisedimit për atë që kishte ndodhur, mund ta di, ju lutem, nëse ju mund të ma thoni këtë, se si e justifikoi ministri atë tokë fjalësh të përdorur dhe a ju kërkoi falje juve personalisht? Para këtë thëmë, pra nuk erdha atje për të bëjë inspektimin, a ka ndodhur apo s'ka ndodhur. E di, po me që folët si vëllezër e kanë fjalën. Nuk është e qartë, domethënë, vërtetësia e saj. E dyta, më tepër jam i prirur që bashkëpunojmë, të bashkërëndojmë aktivitetet tona në interes të shqiptarëve gjithandej. E kuptoj, pra juve po thoni që nuk cënohen as pak marrëdhëniet. Janë te i kaluar, pra është te i kaluar, si shta dhe ministri u bë një javë dhe tani është te i kaluar dhe pyetni tha edhe vetë zotin Mexhiti, apo jo? Këtë po thoni dhe ju, është te i kaluar. E kemi te i kaluar dhe ecim para. E kuptoj, ndërkohë ju e dini besoj që Partia Demokratike ose opozita, le të themi, këtu ka kërkuar një seancë urgjente me ministrin Ferit Hoxha në Komisionin e Jashtëm, madje prej kohës që kur ndodhi ky moment, ky incident, le të themi, ata kanë kërkuar edhe deri dorëheqjen e ministrit. Mendoj se në lidhje me këtë çështje mjaftuar shumë, do të them, prezencë pas takimit kemi pas edhe preskonferencë. I kemi thonë atë që është dashur ta themi, uroj pra që të shihemi më shpesh, të koordinohemi më shpesh në projekte të përbashkëta. Zoja Xhulali, keni një koment për çka po dëgjoni nga zoti Mexhiti? Është e kaluar, thot, ky moment. Po unë di për shembull që ka patur një reagim nga ministrat shqiptar në qeverinë e Maqedonisë Veriut, i cili po ashtu ka kërkuar edhe shpjegime dhe një apologji nga ministri i Jashtëm për këtë komunikim edhe këtë gjuhë që ka përdorur. Po mua më vjen keq në atë parë zotin Hoxha, unë kam patur koleg ministrin e Jashtme dhe është një nga ambasadorët që i përket trupës së diplomatëve të karrierës, është një profesionist i zoti. Dhe në fakt erdhi edhe në takimin e parë që pati në prezantimin e tij në Komisionin e Politikës Jashtme, ai donte ta shfaqte veten si një ministër teknik dhe jo politik. Dhe që nuk donte të përzihej në këtë politikën e ditës ose diskutimet partiake këtu. Atëherë çfarë ishte ky incident? Gafë diplomatike? Gjë të cilës ai gjithsesi nuk mund të shmanget se nuk mundet ta luajë këtë rol. E para kjo, e dyta, ky është incidenti i dytë që shkaktohet, sepse incidentin e parë zoti Hoxha fatkeqësisht e ka shkaktuar po në një komunikim me trupën diplomatike shqiptare ndaj ministres Donika Gërvalla, ish ministre e Jashtme, sot ministre e Drejtësisë, për shkak se ajo reagoi zyrtarisht për letrën që kishte bërë Edi Rama me Aleksandar Vučić, ku propozonte që procesi i antarësimit të Shqipërisë në BE të ndryshonte kurs dhe nga një antarësim i plot bazuar në merita të bëhej vetëm një integrim i pjesshëm, duke u antarësuar vetëm në zonën Schengen dhe në tregun e përbashkët ekonomik. Gjë që ishte një ndryshim kursi shumë i madh për Shqipërinë, dhe aq më tepër vjen në një moment kyç për zhvillimet ndërkombëtare, por dhe për zhvillimet rajonale, pasi Bashkimi Evropian do e mos që ta zgjerojë BE-n drejt Ballkanit Perëndimor, dhe dy vendet që shiheshin si me potencialin për t'u antarësuar ishin Malizi dhe Shqipëria, ndërkohë që ky proces u bllokua për shkak të zonjës Balluku dhe BE-ja sot nuk miraton atë që quhet raporti i Barit. Këto dy incidente janë të përshkruara qartazi dhe në letrën që ne disponojmë dhe që mund ta ndjekim edhe në ekran të opozitës. Ta shpjegoj, pra, dhe ka një zonja Gërvalla reagoi ndaj këtij qëndrimi të zotit Rama, i cili ishte i pakonsultuar madje me asnjë aktor tjetër, ishte një surprizë që të gjithë e morën vesh përmes medias, dhe aq më keq që bëhet me presidentin Vučić, i cili sot është i shënjestruar nga Bashkimi Evropian dhe i kërkohet që të ndryshojë qasje qoftë në politikën e jashtme, qoftë në politikën e brendshme, dhe të sigurisë patjetër. Prandaj thash dhe qasjen e tij në politikë të jashtme, dhe sot shikohet si një burim destabiliteti për rajonin e Ballkanit Perëndimor. Madje ka arritur deri këtu sa vende anëtare të Bashkimit Evropian kanë pyetur zyrtarisht
përfaqësues të ndryshëm të qeverisë shqiptare, përfshirë edhe kryetarin e kuvendit kur ai shkoi në Gjermani, dhe i kanë thënë që pse kjo letër tani, dhe si ka mundësi që kryeministri juar zgjodhi presidentin Vučić, se mund të kishte zgjedhur dhe një përfaqësues tjetër në rajon për ta bërë këtë letër, po pse pikërisht presidentin Vučić. Pra, pasojat e kësaj letre, e këtij veprimi kanë lënë shenjë dhe janë në dëm të interesave të Shqipërisë, të interesave të Kosovës, po edhe në dëm të interesave të shqiptarëve në rajon. Ndërsa, sa i përket incidentit të dytë, se me që kemi zotin Mexhiti ende live. Ndaj kësaj gjëje, zoti Hoxha ka udhëzuar përfaqësuesit tonë në ambasadën tonë në Prishtinë, që zonjës Gorballa ti pamundsohen kontaktet apo vizitat zyrtare në Shqipëri, që është një precedent shumë i rrezikshëm dhe i papranueshëm. Dhe për cilin do të flasim gjatë minutave të emisionit. Mbetemi pak tek incidenti i dytë dhe tek deklarimi i zotit Mexhiti. Është te i kaluar, thot ai. Po e shpjegoj. Nuk cënohen marrëdhëniet, jemi vëllezër. Po në një komunikim brenda një grupi komunikimi që kanë me ambasadorët shqiptar të akredituar në gjitha vendet e botës, përsëri Ministri Hoxha ka reaguar ndaj një artikulli që fliste për zotin Rama ndër të tjera, dhe nxitim thi ai ka thënë po ata shqiptarët idiot çfarë bëjnë atje. Dhe pastaj është fshir ky mesazh, mund ta rishohim Regjina Emulson. Sigurisht që kjo lë shenjë, dëmton besimin që kanë edhe shqiptarët e Maqedonisë ndaj ministrit të jashtëm, sepse ai është përfaqësues, është fytyra e diplomacisë shqiptare, dhe ai nuk duhet t'ia lejojë vetes që në asnjë lloj forme, në asnjë lloj vendi të shprehet në këtë formë për cilin do njëri. Aq më pak për shqiptarët e Maqedonisë, përfshirë kjo nëse nuk kupton edhe ata që janë në qeveri, apo për të bërë diferencat atyre që janë në qeveri apo në opozitë apo ndaj shqiptarëve në tërësi. Ajo që do t'ishte e udhës, sigurisht thashë kjo ka lënë shenjë, ka patur edhe një reagim nga një ministër shqiptar në Maqedoni. Mund të flasim për keq kuptim? Ministri shqiptar mundet fare mirë teksa flitet me gjuhë diplomatike edhe pse në një grup WhatsApp-i? Ministri mund ta kishte tejkaluar këtë gjë duke kërkuar ndjesë. Tu i vetëm idiot është ai që ka shkruar tekstin, më fal që po flasur. S'ka idiot tjetër. Ministri mund ta kishte tejkaluar këtë duke kërkuar një ndjesë të vërtet. Mund t'ja ketë kërkuar zotit Mexhiti, por tash fakti është, nuk është se ja drejton zotit Mexhiti, kjo gjë është bërë lajm publik, kështu që edhe ndjesa duhet jetë publike. Prandaj edhe Partia Demokratike ka kërkuar që zoti Hoxha të vi në Komisionin e Jashtëm me urgjencë dhe t'japi llogari për të dyja këto incidente që janë njëra pas tjetrës, dhe që më shumë se sa unë nuk besoj se tregojnë papikurinë e tij profesionale, por tregojnë zellin e tepruar që t'i shërbej zotit Rama verbërisht, duke dalë jashtë edhe kostumit vet. Ka edhe element tjerë që mund t'i diskutojmë më vonë. Po, do t'i diskutojmë në vazhdim. Por në vazhdimsi, do me thënë mungesa e sinqeriteti. Zoti Mexhiti ndoshta sigurisht nuk do donte të komentonte ndërmarrjet e opozitës apo kërkesën e saj së fundmi për ta thritur ministrin me të drejtë për të parashtruar çka ndodhi në komision. Por thot ndër të tjera se kjo është një çështje të kaluar. Mua më vjen mirë që zoti Mexhiti ka urdhro? Po, zoti Mexhiti? Ja një sekond. Po? Të lutem, ja një sekond. Po? Mundet? Ju dëgjojmë, po. Pra, shqiptarët e Maqedonisë kanë nevojë për shtetin shqiptar, për tet majtës dhe djaptës. Ne e dim që preferencat e qeverisë aktuale janë ndaj opozitës shqiptare. Këtu mirë po përgjithësia është e jona që ata shqiptarët në Shqipëri kanë votu për PS-n dhe ne respektojmë këtë legjitimitet, edhe atë kërkojmë që të respektojnë realitetin e ri në Maqedoninë e Veriut, pra vleni është përfaqësues legjitim i shqiptarëve. Prandaj erdha atje edhe për t'i sqaruar këtë çështje dhe për t'treguar që ne kemi nevojë për shtetin shqiptar, për institucionet shqiptare. Dhe edhe kur ka dhe kështu letjet dhe lëshim dhe gabim, duhet të kalojmë si vëllezër dhe të bashkëpunojmë më ngushtë me njëri tjetrin, për shkak kjo është arsyeja, domethënë që nuk ka ndodhur zoti Mexhiti, nuk ka ndodhur një gjë, po opozita shqiptare është mësuar si fraksion, është mësuar që t'i bëjë dëm Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, është mësuar që të bëjë përçarje për shqiptarët, anë mban, në gjithë trojet. Dhe Partia Demokratike ka qenë gjithmonë dezertus i këtij vendi, që neve kur mos kemi këtë lloj raporti siç kemi në arenën ndërkombëtare. Partia e Lirë më mutuan Në ka sot një organizëm politik dhe një udhëheqje nga kryeministri Edi Rama është për bashkimin e gjithë shqiptarëve dhe për
imazhin e gjithë shqiptarëve që sot e kanë koklar në të gjithë arenën botërore. Tani na flasin për Vučić, po ku ka qenë vetë kryeministri Edi Rama përballë Vučićit, përballë konferencë mbështyr ku ka thënë që Kosova është e pavarur dhe nuk ka asnjë alibi në lidhje me këtë gjë, por tani këta si parti opozitare, nga që shkatruan diplomacinë në kohën që e drejtonin, na japin mend tani dhe fillojnë dhe bëjnë palavra dhe bëjnë akoma dhe më keq edhe më rënd është që dezinformojnë dhe shpifin në mënyrë më të shpifur. Pse po vjen ato zotrimet e debat? Zoti Hoxha, zoti Hoxha. Po e vën siklet zoti Mexhiti, Alfred. Po flet shumë me kujdes. Edhe njerë, domethënë, shqiptarët në Maqedoni, edhe Bleni që është qeveri, ka nevojë për shtetin shqiptar, ka nevojë edhe për PS-n, edhe për PD-n, po jo për politikë zgritore, domethënë ka nevojë për mbështetje si shtet. Prandaj uroj që edhe tash edhe tutje do jemi në Tiranë, do kërkojmë këtë ndihmë pra jashtë përplasjeve të politikës zgritore ndërmjet të majtës dhe gjatës. Nevoja dhe kërkesa jonë është për te asaj. Po, zoti Kulluri, kishit ju një koment? Jo, koment, do të japim mendimin Po, tonë. okej, dakor. Të thash mos kishit ndonjë pyetje për zotin Mexhiti, po. Ilda është diplomatë e karriere, po me do unë jam pak jam marrë me topo, për shkak funksione edhe në kryeministri dhe në Ministrinë e Mbrojtjes, me diplomaci. E para po unë ndjehem shumë keq për nivelin shumë të dobët profesional, diplomatik që supozohet të kishte zoti Hoxha. Unë e kuptoj se Ilda është pjesë atij komiteti dhe foli në mënyrë shumë diplomatike dhe mendoj që zoti Hoxha sot do të mbajë shënim si fletin diplomat për një diplomat dhe për dikë tjetër. Dhe zoti Hoxha është shumë i madh në moshë për të mësuar minimumin e etikës komunikimit. Në këtë moshë megjithatë është përgjegjësia e tij dhe e kryeministrit. E dyta unë mendoj që ajo nuk është një gaf, ajo është një e folur me gjuhë përçmuese për politikanë shqiptar të Maqedonisë. Përçmimi më i madh dhe këtu bie dakord me Ilën se duhet bie edhe unë dakord me PD-n kur kemi drejt dy palë. Për to që kemi drejt, patjetër përveç batutës, që bypassi që është bërë Kosovës në letrën e përbashkët të zotit Rama Vučić është një nga gjërat më të rënda që ka bërë ndonjëherë një kryeministër të paktën 85 vite. Domethënë nuk është as niveli në Enver Hoxhës për internacionalizëm. Mirë se Enveri ka qenë më serioz në patriotizëm se ky që kemi sot kryeministër. Fatkeqësisht e them këtë. Dhe është e papranueshme, ajo është gjëja më e rëndë që ka bërë Rama. Kjo që ka bërë Hoxha është një gaf që tregon edhe arrogancë, tregon papjekuri dhe tregon nivel shumë të ulët të vetë përmbajtjes do të ketë një diplomat. Pra një diplomat nuk ka një gjë për tënë, mundohet të thotë diçka, pikërisht për nga forma dhe mënyra e komunikimit të kujdesshëm që kanë diplomatët për përcjellje mesazh, apo jo, po e them me fjalë të rëndomta. Këtu vetëm profesionalizëm nuk ka, dhe arsyeja pse ky zoti Rama e ka çuar Ferit Hoxhën atje, na e shiti ishte se është diplomat. Na doli që nuk është as diplomat. E dyta, do them diçka sot që nuk e bëj as për lajm, as i vlej Ballkan Webit. Po? Zoti Hoxha, për mendimin tim, nuk do të shkonte në atë funksion, biles Pse? edhe funksion atje, sepse zoti Hoxha, unë nuk e di si e zotron ende certifikat